Ari ka shënuar një rekord të ri pas investitorët shqetësohen për ndikimin e luftës tregtare midis SBA-s dhe Kinës. Çmimi arriti në $3.357 për oncë të mërkurën, përpara se të shënonte një zbritje të lehtë. Vlera e arit është rritur kështu me 1/3 që nga fillimi i vitit. Rritja vjen pas komenteve të kreut të Bankës Qendrore Amerikane, i cili tha se politika tarifore të presidentit Donald Trump kanë të ngjartën në kuptojnë rritje më të ngadaltë, çmime më të larta dhe me rreziqe papunësie. Metali i shmuar shihet si një aktiv më i sigurt për investitorët gjatë periudhave të pasigurisë ekonomike. Në klubin ekonomik të Chicagos të mërkurën, kryetari i Rezervës Federale tha se tarifat më të larta se sa pritej, të shpallura në javët e fundit, mund të rezultojnë në ngadalësimin e rritjes ekonomike të SBA-s dhe rritjen e çmimeve për konsumatorët. Kryetari i Rezervës Federale mbajti fjalimin e tij pas një periudhe trazirash në tregje financiare globale, ndërsa investitorët reaguan ndaj hyrjes në fuqi të taksave të reja të importit dhe për shkallëzimit të luftës tregtare midis SBA-s dhe Kinës.